بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Vazhdojmë sot ato ku kemi mbetur në ligjëratën në drejt rreth etikën e tyre fagjerimit. Mirë po, me shirë ndaj tyre është pikërisht të mesurit të obligimeve, dispozitave islame, si dhe të mesurit të fitimin të prevojës. Sot e kemi qenë etikën e dy, se si ti mësojnë fëmijët të agjerojnë. Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam dhe gjeneratët e para i kanë mësuar fëmijët për të agjeruar. E dini se kush e ka obligim agjerimi, të jetë musliman apo muslimane, të jetë me moshën madhore, psikisht dhe fizikisht të jetë jashtë, derisa fëmiu nuk e ka obligim. Mirë po sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam dhe gjeneratët e para i kanë mësuar fëmijët e tyre për të agjeruar. Sa që po kemi potencuar sot këtu paradrike më herët, sahabët, shokët e pejgamberit dhe gjeneratët e para, fëmijëve i kanë marruar lodra dhe i kanë mashtruar me anë të lodrave, kur jenë mëntuar dhe nishtuar nga temperaturët edhe lartë dhe nga ditët nga zhegje dhe nga dita e gjatë. Dhe i kanë mësuar dhe i kanë ushtruar që kur të rritë mos kemë probleme për të agjeruar. Gjithashtu në gjimon e kaluar në tesi kur e kemi potencuar, se kur të isa, selefusali njështë të mirë, e morën një rëbreshe dhe shetër të një palë tjetër. Dhe kur shkoj rëbresha, e po zotëriu, se orë duke pregatitur i shqim, vetëm për Ramazan për të agjeruar. Dhe i pyti se agjerën e ju jashtë Ramazanit të njëherë, tha jo. Apo një namaz na file jashtë Ramazanit jo. Atjere që ka thotë, vëllaj, kur nuk rritë dhe kjo. Se në vendin për isha ma herët, ata agjerën i tonë të ejti. E shumër ka në agjeruar një ditë po dhe një ditë jo. Ka në agjeruar ditët e bardha, ditën e 13, ditën e 14, 15 të mujtë hënor. Ka në agjeruar 10 ditë të mujtë Muharrem. Ka në agjeruar 10 ditë të mujtë të legje që janë të vlesh me teje. E ju po agjerësh i vetëm në Ramazan, dhe na file nuk fali nuk rritë dhe ju. Të kjo, dhe të them në aty ku isha të zëtiu, që të cilët kishte agjerim në file, namazë e tër vitit edhe namaz. Para ta, kur jemu i Ramazanit, njerëzit të cilët nuk kanë ka agjeruar që tër vitit, edhe nuk e kanë besime i tikatin si do, doshta ju vizën për me filluar që nisa për të agjeruar, sa i vjeti kur 7 motora, sa i bje agjerimi. Ju vjezor, ka. Dhe disa njerëzve mund të vjezore dhe folja namazit të taravive, ata të cilët nuk kanë namaz. Nuk bojnë namaz gjatë vitit, s'folin as fazet. Ose nuk e mësu me folë namaz natës gjatë tër vitit, dhe kur hynë në jacitra, më të reshata 23 taravije do këtë shumë. Por edhe një kërkoj, këtë e kanë thënë dhe djetarë, e mdoj botrora për literatura në për libra të ndryshme. Atu ku falë 23 qatë të taravi, e ki obligim me falë 23 qatë të taravi. E ki obligim me një imamin. 1400 jetë jenë falë 23 qatë të taravi. Gjitha me dhebe, deri para 20 jetë e 30 jetë. Me dalje e miftiu taravi saudite bil bazi, edhe me dalje në Albanit nga Shkodra, Shqiptar e Jordan, i cilët kanë thonë taravi vetëm të 3 qatë. Këta 2 persona jonë para 20 jetë që kanë thonë taravi vetëm të 3 qatë. Se gjithë mund që 1400 vjetën 4 me dhejbet edhe në barë botën islame, dhe gjitha me dhejbet është falë 23 qatë taravi. Një kohë në Medine, në qytetin e pejgamberit alayhis salam, janë falë 36 rekatë taravi. E aty janë falë edhe 42 rekatë, janë falë deri 46 rekatë taravi. E kemi bos për njerëzve të takva, të sinqerë, dhe të udhejsa musliman, të cilët kanë falur 200 rekatë taravi. Më është falë gjithë natën, 200 rekatë taravi. Na kemi për njerëzve të takva, dhe për njerëzve të sinqerë që kanë falë namaz të natës, që kanë falë taravi, 1 rekatë kanë falë. Gjithë natën, gjithë natën më shfarë. Ose kemi rastin për njerëzve të mirë, ka qenë burri, gruaja edhe qika vajza. Të njëjtën, pjesën e partë e natës është falë 1 muaj njërë. Burri ose gruaja ose vajza. Një pjesë e natës, në fillim. Në mesin e natës është falë gruaja. Në pjesën e tretë e natës është falë vajza. Mund tjetër është falë pjesën e parë vajza.
tani është falë gruaja, tani është falë baba. Masa njëna, në pjesën e parë të natës, në mujnë e tretë është falë gruaja. Në pjesën e natës është falë vajza. Në fund të tretë të natës është falë baba, ose do të shtëpi. Kur është tek njëri pi tyre, atëherë ata dy të kanë martu namazën e natës e kanë bërë natën me përgjysë. Njëri gjysë. Kur kanë vdek edhe tjetri ka vazhdu të njëtën ka është falë gjithë natën. Pse? E kemi nisë edhe i me falë gjithë. Çdo herë shtëpia jonë është falë dikush gjithë natën. Kështu që mos pritoni, bëni ibadet. Mos pritoni, falini. Mos pritoni, bëni namazë kaza. Mos pritoni të falni se të reshatë të taravih. Jo uroj ujë në Ramazanit, për harje që ujë Ramazanit, Allah i na pranon. Kjo është muji i Kuranit, muji i bereqetit, muji i rahmetit, muji i faljes, muji i itikafit, muji i shpërblimit, muji në të cilën bjut e gjenetit, bjut e gjenemit, frënkohen apo lidhën shejtanet. Muji në të cilën një farë se falë, e ki shpërblimin 7 faza. E falë sa vajnë, e ki se vafin të kësoti sa 7 sa varë, se vafin. E falë një file, e ki dhe regjen me një fazë. Që që shpërblimi shumë i matë në Zotë Gjereshanu. Atëhere, kërkoj që të mbani qëtësi, nuk ka nevojë gjatë ti mujë që të përfëndojnë, çdo herë të dojmë i femive, safin e dytë ma, çdo herë me bo zhurëm, çdo herë me bo poterë, çdo herë me bo fjanë nuk kemi nevojë. Nuk kemi nevojë, pa. Dhe, ata të cilët falin të treqatë edhe dalin, hajdi një pak ma vonë edhe dini që ti marë si në fund. Se Allah shëriati dhe lemoja keq pi ushtu në kalimi, shumë keq pi ushtu e ato seme që pe i bani. Dini që ti në fund edhe kur të ty një thefshi qapën, dhe pëse mu i Ramazani që përhose, i kini do të dreshe një mamë që i ka përmo pasia islamin, i falin ka të treqatë, shkoni të dreshnit e jo, dhe falin atë dreshin me dreshin edhe le një rahat. Falin që pi shprej të fjana të në Ramazani.